Emanuel, doja që ta vazhdonim bashkë pikërisht aty ku e la ambasadori. Jo rastësisht e përmenda faktin që Sorensen ka 1 vit e 1 muaj, pavarësisht gjithë kësaj ekspozeje që bëri ambasadori në studio. Unë doja të pyesja, përse Bashkimi Evropian, pavarësisht i realiteti kompleks që parashtroi ambasadori, Kosovë, Serbi dhe Ballkani Perëndimor është një element i rëndësishëm i sigurisë dhe i zhvillimit gjeopolitik të Europës. Dhe sërish nuk ka ushtruar asnjë lloj trysnie mbi aktorët aktual për të ecur përpara në përmbushjen e planit franko-gjerman, siç e njohim ne, apo marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit. Po, Franco, pyetje me vend, për shkak se është shqetësim në një anë, siç edhe tha dhe vetë ambasadori i nderuar në lidhje me raportet Serbi-Kosovë, Kosovë-Serbi, jemi në një fazë të stagnacionit gjithandej. Në Kosovë ne përjetuam stagnacion institucional për shkak të politizimit të gjithë spektrit politik, jo politik, komercial, mediatik e tjetër, jemi ku jemi sot. Por unë mendoj që bërthama e këtij stagnacioni, kur kemi fjalën në raportet të mes të Kosovës, Serbisë dhe BE-s, edhe rajoni në përgjithësi, problemi është natyrisht tek Serbia, por përgjithësia, si themi me atë termin anglez, accountability, domethënë përgjithësia e mbivarur është në BE, për shkak se BE-ja si entitet politik edhe ekonomik, por edhe gjeopolitik, nuk është duke funksionuar me ato paradigmat që është, si themi, është përcaktuar të funksionojnë. Sidomos ka shi Ballkanit, sepse mos harrojmë, ne si Kosovë kemi qenë në sankcione për disa vite, kemi pas masa bukur të ashpra për një vend të vogël që ndron edhe aspiron të bashkohet Unionit Evropian, nuk kemi pas mirë kuptim si Kosovë